parashikoni si rezultat? Kurti do qëndroj këtu, do shkoj më lart apo do zbres? Vjosa posa ta caktoj datën e zgjedhjeve, ajo do t'jep dorëheqje. Sepse më nuk do të ketë mundësi të ndryshohet data e zgjedhjeve, edhe ajo do të tentoj ta regjistroj një subjekt të ri politik ose do të provoj që ta merr listën guxo, nëse kuptohet, aty pajtohet zoti Peci edhe Donika Gërvalla, e cila mbrëm u duk se e pat një kthim mbrapsht edhe sikur dëshironte ta përkrahte në vendim zonjën Vjosa Osmani, ka mundësi që lista guxo, sepse aty veç shihet se zonja Statovci, zoti Peci, zoti Haxhi Abdyli, të cilët janë njerëz të afër të zonjës Vjosa Osmani, ata ka shumë mundësi që ta kthejnë listën guxo dhe kjo të del nga koalicioni momental me lëvizjen vetëvendosje. Ministrat mund mbeten nëse ka ndonjë ministër, por nëse zonja Osmani do ta ketë pamundur ta formoj një subjekt ri politik, atëherë do ta merr në përsëri, do ta kthej listën guxo e cila ishte parti e saj, edhe me këtë listën guxo, edhe pse ajo nuk ka ndonjë strukturë listës guxo, megjithatë i ka disa individ brenda radhëve të listës guxo që kanë një autoritet edhe kanë vot. Po e favorizon edhe sistemi zgjedhor në këtë rast. E favorizon edhe sistemi zgjedhor, por unë çka mendoj në këtë rast patjetër duhet të inkuadrohet zoti Dardan Mulliçaj në politikë, të riaktivizohet Partia Social Demokrate dhe të futet fundit edhe me zonjën Vjosa Osmani edhe me kënd tjetër nga opozita, në mënyrë që të vërtet të gjithë të jemi kundër Kurtit, sepse unë kam thënë që ky njeri është rrezik i madh për të ardhmen e Republikës Kosovës. Andaj të gjithë intelektualët, Akademia Shkencave, shoqëria civile, të gjithë duhet të bëhemi bashkë që ta nxjerrim Kosovën nga kriza e thellë politike, cilën e ka po them politike se ekonomike, dhe kriza është e gjithanshme në Kosovë. Andaj ky njeri duhet të humbë, sepse tani më shihet qartë se është kundër Amerikës, nuk ka asnjë bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka pas me Gjermaninë, tani nuk e ka as me Gjermaninë, pak e ka pas për krahur Londra, Britania e Madhe, tani nuk e ka as me Britaninë e Madhe. Ky njeri vërtet po del se është një pro-lindor edhe dëshiron të instaloj një komunizëm të tipit kinez apo ku do të diun çfarë, që vërtet nuk e pranon ky popull, i cili e den, e ka provu një herë populli shqiptar çka do të thotë diktatura. Andaj e lusim tër inteligjencën kosovare, e lusim edhe diasporën të reflektoj nga ky moment kur Kurti mori 51% dhe nuk ishte në gjendje të bëj asgjë, ta caktoj një president i cili rol i presidentes më tepër është ceremonial, edhe me me qëllim e çoi vendin apo e paralajmëroi atë që e bëri, atë që e kishte paralajmëruar në zgjedhjet e 28 dhjetorit, se thoshte edhe një herë do të shkojmë në zgjedhje, sepse këtij edhe 80% mjallon. Ky është i pa aftë për me udhëheq shtetin. Andaj ky qytetar. Nuk parashikojnë që vetëvendosja do ta bëjë tokë, siç është pritet një slogan i ri. Po ajo ishte katastrofale. Ai thotë që e tha Glau Konjusa, vërtet unë nuk e kom prit. Ai njeri, kam thonë edhe dje, rrjedh nga një brum familjar i jashtëzakonshëm, të bëhet vegël, të bëhet mosh, të bëhet një surrogat, të bëhet një sahanpers, dhe të veprojë. Ai nuk ka dash në asnjë mënyrë të futet edhe të plotësoj epshet shtazarake të një njeriu që vërtet po na del se është i rrezikshëm
për të mos thënë atë që e ka thënë Ramush Haradinaj, sepse vërtet kur e thet Ramushi ish kryeministri, aty sigurisht se duhet i besojmë, sepse ai e ka pas edhe agencionin e inteligjencës, edhe ka pas burime që kanë mundur ta dinë se ai njeri është duke punuar apo punon për agjendat e huaja. Ndoshta edhe Ramushi ndryshon mendje për këto zgjedhje, jep dorëhiqet nga dorëheqja për momentin, por për ta mbyllur profesor, Vjosa Osmani ka shanse që mund të jetë ajo ndoshta një skenar të jashtëzakonshëm, ashtu sikur zgjedhjet e shpeshta edhe kryeministre, qofse opozita bashkohet tek figura e saj, pra nuk u bashkua për presidentin, bashkohet për kryeministre. Me që LDK-s i mungon lideri, momentalisht nuk është lider, kë zoti Abdixhiku, është shumë i dobët në politikë, edhe e ka shkatërruar në një farë mënyre lidhjen demokratike të Kosovës, atëherë Gjosa do të kishte, por megjithatë edhe aty është një krah i zonjës Hikmete Bajrami edhe Abdullah Hotit që vështirë mund të pranojnë zonjën Vjosa Osmani, megjithatë unë mendoj që sigurisht si borësit listës do ta pranonte Lumir Abdixhiku, me siguri do ta pranonte, sepse edhe kanë qenë koordinuar, e pomë dhe dje, mbrëm që ka diskutoj, ishte i gatshëm ta pranoj ndrimin, amandamentimin e kushtetutës, ishte i gatshëm edhe e tha para kuvendit, edhe në atë forme pomë prapa vijen e zotit si busqeshte, sepse e ponë që Lumir Abdixhiku po e pranon, por partia ti nuk e kishte pranu, edhe është e çuditshme si lideri i lidhjes demokratike të Kosovës pranon diçka të tillë, ndrimin e kushtetutës të Republikës së Kosovës brenda orësh, kjo diçka është e paprecedent. Gjithashtu, edhe Partia Demokratike e Kosovës u dëshmua se zoti Bedri Homza pa marrë parasysh që ai njeri është një teknokrat i mirë, politikisht është jashtëzakonisht lëshëm për të dëshiruar, edhe ai njeri duhet të lëshoj rrugë kuadrove të reja të cilat i ka edhe shumë të përgatitura Partia Demokratike, si rasti konkret që është ai zoti Përparim Gruda, i cili edhe politikisht, edhe juridikisht, edhe në çdo pikpamje është një njeri që mund të udhëheqë leadershipin apo mund të udhëheqë një parti e cila vazhdimisht e ka një votë të qëndrueshme, edhe ajo veç mund të shkojë më lart, kuptohet me një lider, si që është Përparim Gruda, por si duket me zotin Homza nuk shkohet tutje. Andaj, partitë opozitare brenda kësaj kohet shkurtër duhet mos të jenë të ndara ma shumë se në dy grupe. Në njërën anë të jenë LDK-ja, PSD-ja, Aleanca edhe zonja Vjosa Osmani, le të jetë prise e liste zonja Vjosa Osmani, sepse unë jam i bindur që ka vota jashtëzakonisht shumë, kjo zonjë edhe votat e partive tjera që i kanë, dhe kjo parti mund të jetë, ky bashkim partish mund të jetë shumë serioz që të jetë e para në zgjedhjet e prillit, që unë besoj në prill dikun do të mbahen mes ose në fillim prillit, dhe me këtë ne ta rrëzojmë nga pushteti një njeri si që është lëvizja vetëvendosje, sepse aty tjerë nuk ka. Është lëvizja vetëvendosje është vetëm Albin Kurti, kemi mendu që është Blau Konjufca, por Blauku nuk është më askushi. Prej mbrëm u dop që atë e ka bërë tokë, e bën tokë Albin Kurti, edhe duke e bërë tokë Albin Kurti, ai njeri nuk e meriton të jetë në boll as të ministrisë, as të dialogut, edhe as të zavens kryeministrit, sepse është shumë i varur edhe indikuar drejt për drejt nga Albin Kurti, edhe për fat keq ajo zonja Mihali, e cila po bën skenare shumë të rrezikshme për vendin edhe për të ardhmen e Republikës Kosovës. Profesor, unë të falenderoj shumë për bisedën, edhe për koherencën, edhe për përgjithësime, edhe për faktin që analiza juaj edhe opinioni, pra mendimi juaj, rrjedha logjike doli e saktë, dhe shpresoj që kjo krizë të marrë fund sa më shpejt, por duket sikur jemi në një fillim të ri të fundit të krizës, nuk dihet. Vërtet nuk kam dashur që në këtë moment më dalin prognozat.
edhe nuk i kam unë prognoza, unë i kam të ndërtuara, para, duke njohur jashtëzakonisht mirë programin, sepse unë për një vit e gjys, aty ku jam unë nuk veproj i papërgatitur. Unë e shoh, i studioj, i lexoj programet, shoh një program që ne ka ofru në vitin 2017, 52 faqe. Aty e kom po se vërtet qëllimet e kurtit janë djallëzore. Aty është para po deri te luftat civile. Aty parashihet deri te grushteti, aty parashihet revolucioni që merdzu pushtetin. Edhe ata kur e kom po unë jam të merru. Edhe aty me njëherë kom filluar me reagu se kjo nuk në rregull. Andaj zoti Kurti atë program e ka dhe sot. Edhe unë e frigona që tani Kurti nuk do të largohet nga pushteti pa metodat që ai ka përdor, pa metodat revolucionare edhe të grushteteve. Kjo më frigon mas shumti, sepse tani ai udhëheq me PSK-n, tani ai udhëheq me policin, e ka Xhelal Sfeshlen shumë të papërgatitur, e ka anej për fat keq Bashkim Jasharin i familjes Jashari, i cili komplet është ingranu në te Albin Kurti, edhe ka rrezik përdoret edhe ushtria, siç u përdor edhe policia në Mitrovicën e Veriut, e në fakt aty nuk është bërë asgjë, gjithçka tani është në dorën e listës serbe dhe aty udhëheqin komplet serbet pa bërë asnjë gjë pozitive nga e kaluara e afër që Kurti e ka pas vetëm atë për të fituar gjë. Tani nuk e ka bë, se tani populli është e ditë se në Mitrovicën e Veriut e ka marrë pushtetin total, komplet lista serbe, edhe nuk ka më aty thuaj se asgjë shqiptare, policia rren aty e ruan rendin, por cilin rendin e listës serbe e cila funksionon në tutorën komplet të Vučićit të Serbisë. Andaj uroj që mos të ndodhë më e keqja, që Kurti ende nuk doli në prononcim, por unë frigohem se nuk do ta pranojnë vendimin e qeverisë pa marrë parasysh, që presidentes pa marrë parasysh që gjykata kushtetuese jam i bindur që nuk do ta merr mosën e përkohshme, se s'ka asnjë arsye për të marrë mosë të përkohshme, sepse në këtë rast presidentja vetëm e ka zbatuar një nen të kushtetutës dhe asgjë nuk ka shkel apo nuk ka bërë ndonjë gabim. Prandaj urojmë që procesi të shkojë në formën më normale të mundshme, pa tensione, pa ngritje të çdorave dhe pa probleme të cilat mund të eskalojnë në diçka që nuk e dëshiron asnjë qytetar i Republikës Kosovës. Kurti i bën këtu, Kurti i bën të gjitha. Siç i ka bën të kaluarën, ka bërë disa herë vepra kriminale edhe me Isa Mustafën, edhe me Kuvendin, por ata kanë fajin të kaluarën që nuk e kanë zbatuar ligjin edhe nuk e kanë ndal këtë njeri të rrezikshëm për stabilitetin edhe të ardhmen e shtetit tonë. Faleminderit. Është momenti që opozita tashmë duhet mos presi Kurti të bjerë vetë, po të bëjnë një lëvizje për të bashkuar. Profesor, të falenderoj shumë. Faleminderit.